Salam, ja dërgojmë lutje Allahun që na I pranoj ibadetet, na I falë mangësitë dhe mëkatet, na udhëzojnë rrugën e drejtë dhe na mundsoj me jetu me Islam dhe me vdek me iman. Allahumma amin. Të nderuar vëllezër, sot jemi në ligjëratën e 10 të serisë 10 të përgëzuarit me xhenet, ku I fundit në këtë radhitje pra është sahabiu I nderuar Said ibn Zejdi. Said ibn Zejdi është me origjinë Mekkas. I Mekkas, radhiyallahu anhu, është I fisit Quraysh, edhe po ashtu edhe ky bashkohet me pejgamberin alayhi salatu wasalam, diku te njëri prej gjyshërve të tij që nuk më ka interesuar me e detalizu me këqyr të cili, sepse nuk janë informacione detyrimisht të rëndësishme për neve. Thjesht kalimthi. Pastaj Said ibn Zejdi është I lindur dikun para shpalljes 22 vjet. Dikush ka përmend, kanë thonë para hijretit 22, por Allahu alem se duket më saktë është para shpalljes. Pra, ky sahabi është prej parëve që ka pranuar Islamin, edhe Zejdi, pra baba I këtij, me babën e Omerit janë djemtagjës. Jo me Omerin, me babën e Omerit. Said ibn Zejdi, pra Zejdi, edhe Khattabi djemtagjës. Ky ka qenë edhe, dhe më thonë, e dhëndëri Omer ibn al-Khattabit. E ka pas grua Fatimen, e cila ka qenë motra e Omerit. Ky sahabi përmendën në disa transmetime se edhe ky ka pranuar Islamin para se të shkojë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shtëpinë e Erkamit për të marrë dersën sheftas. Ulemat kanë konstatuar se mund të jetë sahabiu I 13 që ka pranuar Islamin, I 13, mund të jetë, pra prej të parëve. Edhe është prej atyne I veçantë ky burr, se ky ka punu shumë, edhe kur nuk ka bë zhurmë. Kur s'ka bë zhurmë. Ky sahabi veç kur u shkon nevoja me ngul kom, ka ngul kom, sa janë çudit njerëzit me ta, që shka ngul kom. Në disa beteja ka qenë udhëheqës I betejave, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ngarku, në disa të tjera ka qenë zavendës udhëheqës, krejt betejat ka marrë pjesë me pejgamberin alayhi salatu wassalam, përveç betejës së Bedrit. Pse? Nga se Resulullah sallallahu alaihi wasallam kur ka marrë vesh një karavan I Kurejshve për kthehet prej Shamit, I ka thonë Said ibn Zejdit edhe Talha ibn Ubejdullahut, shkoni këqyrni, merrni informacione për këtë karavan. Edhe këta e nis në drejtim të karavanit. Ka ju ka marrë që mund me ardhë. Kënena pejgamberi alayhi salatu wasalam ju ka dalë në prit jo për me luftu. Këta kanë marrë informacione dhe kanë marrë vesh që karavani është transferu krejt tjetër kah. Kanë ardhur me të shpejt me Medinë, dhe më thonë mas disa dite, udhtim, se mba me makina udhtimet. Kur kanë ardhur me Medinë, kanë marrë vesh që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çat ditë është nis për, dhe më thonë, për Tebuk. Më falë, për Bedër. Për Bedër. Edhe ju kanë vu mas. Kur kanë shku në Bedër, veç beteja o kry. Veç beteja o kry. Dhe më thonë, Resulullah sallallahu alaihi wasallam ju ka thonë edhe këtyne dyve, këta s'kanë prit në shpeheq. Ka shku pejgamberi në që drejtim për Bedër. Bismillah. Taman kanë mri atë veç beteja u kry. Resulullah ju ka thonë edhe këtyne
nga pasunia që e ka fitu nga plaçka e luftës në Bedër, i ka konsideru si pjesëmarrës sepse nuk i jepet përveç pjesëmarrësve. Edhe ulemat, të cilët se do ulema kanë thonë s'ka marrë pjesë, do kanë thonë ka marrë pjesë. Ma saktë është që në përfitimet e plaçkës luftës dhe në sevape, Sejid ibn Zejdi dhe Talha ibn Ubejdullahu e kanë sevapin edhe janë min ehli Bedr, prej luftëtarëve të Bedrit, në sevape. Pse po themi kështu? Për arsye se sahabët ndahen në kategori. Më të mirët janë Khulefau Rashidin, 4 khalifat. Pastaj, kush vjen? Cilët janë dytit, qëta për të cilët na po flasim, dhe të përgëzumit me xhenet. Pastaj vjen muhaxhirt, e moqën. Pastaj vjen ansarët, kështu si në përgjithësi, e pastaj vjen ehlu Bedri. I ka vlerësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ehlu Bedrin se ka thonë, Allahu xhalleshanu i ka pa ehli Bedrin edhe ka thonë i'malu ma shi'tum, bëni çka doni punën e masodet, sepse unë ja kum siguru xhenetin. Nuk ju bën dëm kur gjë. Çka do që mundi me bëj ju? A do me thonë kjo që sahabët tash më qua, po pëtan edhe me vjedhe, me raje, me bodalavere, jo. Allah e ka ditë kuj mi thonë, bani çka dëni. Se të kundërtën Allah i ka thonë, Ebu Lehebit, tebbet jeda Abi Lahabin wa tebb. Se jasla narën dhe të labë, ajetën e tretë. Se mos përna duke shë miki. A thonë, ka më konë në gjehenem. Edhe pëse u konë gjallë, se Zotë e di që e s'ka me pranu islamin. Edhe për ehli Bedrin ka thonë, le të punojnë që ka të dojnë. Nuk ju banë dama, ata kanë, qatë shumë kanë fitu. Sa ma u kryt, kur far vepre e keqe, nëse e bajnë ata, nuk ja mund që të se vapin. Prandaj, Sejid ibn Zejdi konsiderohet nga ky aspekt ehli Bedr. Por, ka marrë pjesë në sevap, ama nuk ka marrë pjesë në luftën me shpatë. Gjithsesi, ky nuk përmendet që ka bën hijret do të hijretet e para në Habesha, por përmendet veç hijreti i tij në Medinë. Para kësaj, Sejid ibn Zejdi ka qenë prej davetxhive që ka ftu në islam me qetësi. Tashun kom ja u kujtu një tregim që ju e dini, edhe që atu ju bjerë men kush është Sejid ibn Zejdi. Kini marrë vesh ju, e dini kur Omer ibn al-Khattabi ka vendos me shku me mytë pejgamberin alayhi salatu wassalam. Në Mekë ka qenë tradit që njerëzit ku kanë ecë udhës nuk e kanë nxerrë shpatën prej klëfit të saj. Ka qenë rregull. Zguxon me nxerrë shpatën, me majtë shpatën qeltë qështu. Po e manë në klëf, edhe manë në rrypa, ty të veni vetë, ose në shpinë varët që kam majtë. Një njeri që e nxerrë shpatën, jep me kuptu se kjo në të shku dikun me boni një bela. Omeri ka nxerrë shpatën prej shpiz vetë. Edhe kur kanë të ecë udhës, e ka pa dikush, i ka në ku bashkan, thot me mytë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam se na ka përqa në Mekë, kabilen, fisin, kurejshet. I thot aj, jep shaj, thot njëherë rahatoj e shpinë tane, masaj na dil të pejgamberi, të Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Thot pse që ka shpia jame, thot motra jote, Fatimja, e martun për Sejid ibn Zejdin, e ka pranu islamin bashkë me burën e vetë. Mas, Hazreti Omeri, direkt thënë uvë për me shku të motra. Këtu, e gjanë Khabbabin të ja mësu Kuranin. Sejidit edhe Fatimes. Më shifët, mësusi, këta durin edhe shkon direkt i nëshan Fatimes e bën gjak. Edhe pastaj kër e shë që janë nisë me ka, Omeri, nalet pak, i dhimet motra. Edhe i thot, qka kibra aty të lexoj? Jo, thot se ti je
pa pastër, zguzon me prek. Pastaj merr gusull Omeri, edhe del prej aty Khababi dhe fillon me lexu ajetet e para të surës Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Ja lexon disa ajete ku përmendet vlera e Kuranit, madhështia e Allahut etj. etj. Pastaj Omeri fillon aty me ça edhe thuhet që Omeri e pranon aty Islamin. Pastaj shkon me Zeidin edhe Khababin te pejgamberi në Darul Arqam, të shtëpia e Arqamit, edhe e çel derën apo troket derën falni, edhe e sheh dikush thot Omer ibn al-Khattabi, që Omeri i rrept, Omeri i keq, i shtir. Thot Hamza radhiyallahu anhu, le të hyn Omeri, si të ka për mirë bujrën, si të ka për keq e rahatoj une. Që kemi thonë, Hamza kush ka qenë? Ka qenë komandosi i pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ai, Zubair ibn al-Awwam dhe Ali ibn Abi Talib kanë qenë për misione të rona që tjerë suni kanë ba. Hamza, luani, ymetit. Të dashur vëllezër, ky tregim përmendet me të madhe për formën e pranimit të Islamit të Omer ibn al-Khattabit, që u kanë martuar, domethënë Zeidi me motrën e Omerit. Cekët në disa transmetime se baba i Omerit, Khattabi, por edhe Omeri e kanë maltretuar shpesh Zeidin edhe Fatimen, duke e lidhë, duke e maltretuar. Por të ndërruar vëllezër, Allahu dhe mas mire, studimet e ulemave në nxjerrin në pah se kjo histori nuk është e vërtetë. Pra që Omeri ka shkuar, ka rrej motrën e vete, e ka qitë gjake, e ka bon, e ka maltretua, pastaj e ula aty edhe ka pranuar Islamin. Por transmetimet e sakta thonë që Omeri ka pranuar Islamin, po nga dhëndri i vet, nga Sejdi ibn Zeidi. Nga dhëndri duke i bë davet, duke i fol, jo me këtë formën e këtij tregimit që om shef ai ky i ka ra motrës vet, pastaj dhëndrit. Jo. Pra, e përmendëm si dobi që me pas parasysh. Por Zeidi që ka qenë Sejdi ibn Zeidi, falni se po më përzihet. I qetë, këtë davetin e ka bënë, dhe më thonë, qasi personi o konë që edhe kur ka shku në betej, edhe në luft, edhe në davet, nuk ka bënë zanë. Para me nda, 6 prej 10 përgëzuar me xhenet e kanë pranuar Islamin përmes Ebu Bekrit. Kurse i dyti më i mirë i ummetit e ka pranuar Islamin përmes Sejid ibn Zeidit. E ajo është Omeri. Po, Omeri ka pranuar në vitin e 6 të Hijretit, të shpallës, më falni. Omeri ka pranuar edhe, dhe më thonë, edhe s'ka baza. Ashtë interesant, asë Ebu Bekri s'ka baza, ka qenë prej sahabëve më të qetë edhe më me nejt anash. Historia e këtij burri, ndoshta e Sejid ibn Zeidit, nuk nis te ky djalë. Nuk nis. Nis te baba i tij. Është interesant. Në kohën e pejgamberit, para pejgamberit alayhis salatu wassalam, ka pas arab të cilët e kanë dashur tauhidin, monoteizmin, po s'kan ditë për fe, s'kan ditë. Veç kanë një që ka një millet, që është milletu Ibrahim, milleti Ibrahimit, el Hanifia, milleti ummeti i pastër që si bën shirk Allahit. Kanë një mekasit. S'kan ditë kur gjan nga kjo fe e pastër që s'bën shirk. Kur gjë s'kan ditë.
Prej atyne të cilët e ka pas të qartë që të mesele o konë, baba Saidit Zejdi. Ka qenë disa Mekkas të cilët e kanë lyp të vërtetën. Përveç këti, përmendën edhe disa emna 5-6, po çka është më rëndësi që ju e dini, edhe po e përmeni me emën, është edhe bashkë me qëtë Zejdin, është edhe djali Agjës, Khatijës, radhiyallahu anha, Warqa ibn Naufeli, që kërë ka pranu kur i ka arë shpallë e pejgamberit që e ka thonë Warqa, kështu i ka të regu për Musën, për Isën, për sikur t'i shajri, me të një mu. Ka ditë dhe më thonë edhe ka pranu Islamin. Warqa. Zejdi s'ka arrit me taku pejgamberin alayhi salatu wassalam. A konë të njëjtin drejtim me Warqa ibn Naufelin. Ama neve nuk në dhimet Zejdi, pse? Sepse ka përgëzim për ta. Të njetën ka qenë tregtar i cili e ka shfrytzu tregtin për ta lyp hakin. Kure kujtoj historinë e Zejdit, babës e Saidit, më kujtohet edhe Selman Farisiu. Edhe e ka lyp hakin. Thuhet dikun në disa transmetime se disa në sakta 60 vjet Selmani e ka lyp. Zejdi po shkon po bën tregtin në Sham, po bën tregtin në Yemen, po bën tregtin në Irak, po shkon pyet hebrejt, po shkon pyet krishterët, po i thot krishterëve po du me hyn fenë e juaj. Ata po thonë dush me bart mallkimin e parë. Ai thot për çka me bart mallkimin e kujt me bajt? Për çka s'ku më kurrë me bajt. Pastaj më bën bes. Po ja përmenin meselen pe i del ati, matematikat e tia, pe i dalin se kjo është shirk. Pe i thot në kënani për Hanefijet, fen e pastër. Ama qështu ju me i besu njerit, me ju lutë të tjerë, s'po pajtohet me idet edhe me fen e hebrejve edhe të krishterëve. Lypani, lypkni. Edhe shkon një ditë në Mosul, është në Irak, qytet. E zate ka të një preft, të ditur, edhe që ka pas, ndoshtë Afrika Allahu në atë vetën. Thot, po e lypi të vërtetën, kështu. I thot ai, thot të vërtetën që po e lyp, është koha me dalë në qytetin tanë, që ajo vërteta që po e lyp te. Se ky për thot, ajo çka ju po më frani nuk jam i pajtimit. Unë po du një zot të cilën e adhuroj pa i bua shirk. Sikur se Ibrahimi. Po i thojnë, sigur Ibrahimi ka me dalë një pejgamber në qytetin e juaj. Po të këshilloj, ngaj ma shpejt, se veç ai, nga dita në ditë pritet me dalë, po të këshilloj që më konë pre atyne që janë të partë që kanë me fitu këtë nderë me i besu ati. Ti më konë pre tyne. Zejdi, bashkë me qëta tjerë që e kanë dash fejnë e Ibrahimit, pas shirkiate që janë bon në kotë Musës, dhe mon mas Musës edhe mas Isës. Kër jenë konë në qabe këta bura, kër jenë konë në qabe, që kanë bon? S'kan ditë, kanë shku të qabja edhe kanë ka. Kanë thonë, o Allah, nuk jem të ditë që është me të bëj ibadet. S'po dim, ama, po të bëjmë ibadet edhe po të nënshtrohemi, edhe po të besojmë në atë formë që është duhet me të besu ty edhe që është ti e i knaqen me neve. Na s'po dim që është. Që është në konë Ibrahimi a.s. edhe pejgamber para dhe mas ti. Shiko. Zejdi, të ardhë udhës për Irakut, për Mekë, i dalin disa beduin, cuba, edhe rrëthojnë. Ja marim pasonin ato këto sen edhe dojnë me mytë. Thot, mërni gjdo sen mleni,
se jam të shku në Mekë, kështu me zatek, thot ja. Edhe e therin me shpat, edhe bjen në sejdë, në guj, pasaj në sejdë. Edhe bën një dua, thot, o Allah, ma pamundësove me e taku dashnin tanë, pejgamberin tanë, edhe me i besu edhe mu bo shërptori ti. O Allah, mos ja pamundësa djalit tem Seidit, qësh mnale mu, mos e nale ata, mundësoja që ta pranoja islamin. Kara Allah në sejdë, edhe që aty ka dekë. Në që ato, po thëmë 2-3 ditë një javë, Allahu alem, sa, Seid ibn Zejdi shkon vetë pranon të pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam islamin. Edhe i kalzën për babën e vetë që ja kanë mytë dikush, ka ndalë në rrugë. Thot pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, mos u mërzit për babën tanë se jam duke pa ka shëtit duke fluturu në xhenet. Allahu e ka pranu prej besimtarve. Njëtë sikur se Waraka ibn Naufelin. Veç Waraka e ka pa pejgamberin, kësë ka pa. Të dashur vëllezër. Nëse profitojmë nga ky tregim, shumë sene po e para, kush e lyp hakin, pasha Allahin ka me gjithë. Atëherë kanë lyp që s'kan pas në fytyrë të tokës, nuk ka pas dietar i cili i ka mësu, taman 100%. Veç pak aty këtu, në i krishterë, në i hebrej që e ka pas frikë Allahin edhe ka thonë ka me dalë një pejgamber. Edhe pse ata se kanë adhuru Zotin që duhet. Kush e lyp e gjen. Zeidi ka gjetë, Allah ka shpërbly me xhenet. Pastaj Allahu gjithë secillit ka më shpërbly çat sa ka i takatin. Tjetra, kush mundohet, mundi ti ka më shpërbly edhe të evlat të vet, të pasars të vet. Mos mendoni se veç ashtu këtë dalin djemë të qikat e filanit të mira ose të këqia, Zotin na ruaj. Po, mund Allah me sprovu gjithë secilin. Po në përgjithësi, ka ndonjë detaj të ndonjë familje që na nga ana jashtme nuk e shohim sa shumë ka punu me djemë të vete, me qikat filani, por ka dalë halal. Pse? Ndoshta është një detaj aty që i den nuk e ki. Njeri ka punu tani jetën me halal. Me djerës ka punu, fukara o konë, hamal o konë. Andaj, edhe këtë dua kërë ka bo Zejdi, Allahu Azza djalin e vetë Seidin e ka uzu më njëherë. Mirë, këthejmi tash te Seidi, ky sahabi ka vazhdu me pejgamberin alayhi salatu wasalam të gjitha betejat. Ka vazhdu me Omerin me Ebu Bekrin të gjitha betejat. E përmendën të puna Bedrit. Ka vazhdu me Omerin të gjitha betejat. Ka qenë një prej komandantëve në Jarmuk, ku thot kemi qenë 25.000, disa transportime 30.000 me 120.000. Ka marrë pjesë në çlirimin e Shamit, në veçanti të Damaskut. Ka qenë për aty në sahabëve të cilët i janë pranu doat. Në pleqnin e vetë, Hazreti Omeri ja ka dhonë një tokë, ka kufja nena, edhe aty ka pas një kojshike zullëmqare. Ka shku te udhëheci i qytetit edhe ka thonë, Seidi ibn Zejdi ma ka marrë tokën. E thirë udhëheci, thot, edhe grunë edhe këta, i thot, a është të vërtet, thot, Wallahi ja Amirul Mu'minin, e kum një pejgamberin alayhi salatu wassalam duke thonë, kush ja merr dikuj tjetër një pllum tokë, Allahu Azza wa Jall do ta dënoj duke, si më thon, duke ja gjujt mbi shpinën e vet. 7 palë tokë në ditën e Kiametit. Kur thot nuk ja marru. Ky hadith është transmetuar nga Said ibn Zejdi, në Sahihun e Buhariut dhe Muslimit nëse zgaboj është në dytë. I thot kryetari muslimanëve, thot mjafton, s'ka nevojë me prunë dëshmitar. I thot asaj grus largo. Thot Said ibn Zejdi nal. Jo, thot. Le ta marr tokën që ka po pretendon se e ku marr.
du mi Allah. Ja jep, edhe thot, e bon një dua, thot o Allah, mas jo të mbo zullum, mundësohet të jetoj gjatë të verbohet, edhe vorë i saj të jetë në qëtë shpinë që përdo me ma marë në qëtë venin. Përmendin transmetimet se e kanë lënë vetë evlatë dhe familjarët atë grua, o plak, është verbu, edhe të ecë në përobar, e ka pas një pus, një bunar, ka ronë bunar thellë, edhe s'ka mujtë me nxerë kërkush që aty ka dekë. I është pranu duaja këti sahabiju. Said ibn Zejdi ka qenë i martuar, ka pas disa fëmijë, për 10-15 fëmijë, përmenden me emra, edhe në kohën e fitneve, kur ka ndodhur mes Aliut dhe Muavijut, ky sahabi është largu, është distancu, ka shku edhe nuk e ka dash, dhe më thonë, më konë kryet venit në për procese. Njerë ka qenë Sham, edhe dikush e ka shah Aliun radhiyallahu anhu, e ka ofendu. Në mesin e Paris, ka thonë Said ibn Zejdi është qu edhe e ka kundërshtu. Kër o konë me fol, ka fol. Ka thonë, wallahi, mos gaboni me kritiku Ebu Turabin, një prej nufkave të Aliut ka qenë Ebu Turab, baba i dhejut, e ka pa pejgamberi sa ose në shtrim xhami, edhe pa pjesën e sipër me të robës ju kanë gjitë dheju, kur është këthuj krahin, shpina me dhej, i ka thonë, kum, qu, ja Ebu Turab, o Ebu Turab, edhe ka fshin pejgamberi, shpinën. Njerë është jedhnu Aliu me Fatimen, ka pas një zënk. Kur ka shku pejgamberi te Fatimja, Aliu, kur është nervozu, ka dalë për shpis. Për mu qëtësu, në xhami ka ra me fjetë. Në tokë. Edhe ka shku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam te Fatimja radhiyallahu anha, i ka thonë, ku është Aliu? Thot, ja Rasulullah, shkojmë duke në xhami. Se patëm thani grindje pak edhe shkon pejgamberi dhe ja fshin sallallahu alaihi wasallam edhe i thot Ebu Turab, i ka met për ato baba i dhejut. E thot Said ibn Zejdi, mos e shani Ebu Turabin, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kam dëgju duke thonë Ebu Bekri në xhenet, është në xhenet apo do të jetë. Omeri, Uthmani, Aliu, edhe i ka përmend nëntë të përgëzumit në xhenet. Që na i kena folë për ta. Ka thonë, nëse do të doja, do t'ju të tregoja edhe të 10. I kanë thonë, kush është? Ka thonë, jo. Pa është Zotin, kush është? Jo, ma mirë po heshte. Pa është Zotin, kush është? Të praneshmet. Thot, i 10 i thot, jam unë. 10 të përgëzuar me xhenet e ka mbrojt Aliun radhiyallahu anhu në një vend ku nuk e ka ndasht. Pastaj ka qenë mesën atyre sahabëve që janë kritikuar dikush prej khalifeve pse nuk e kanë bë ose pse e kanë bë khalifen e me vetët, s'po du me përmend emra. Pse kanë bërë dikën khalife pa shku me pyet Said ibn Zejdin, që ka qenë me pozitë. Gjithsesi, në disa transmetime në vitin 51 Hijri, disa 52, disa 53, po më saktë është se duket 51, ky sahabi ka vdek, radhiyallahu anhu. Pra, përfitojmë nga mësimet e babës tij për hakin që ka lyp. E dyta nga qetësia që ka pas në davet ky burr dhe s'ka fol shumë, edhe është për mu çudit, dhe më thonë se atë që ka qenë i qetë edhe punëtor, sa Allahu Gjeleshanu ka shti në 10-shën më të mirë, në 10-shën më të veçantë, përgëzuar me xhenet. Ka qenë për atyre që njifët në natyrën e tij, prej fillimit është njoft, që
ka qenë natyrë e butë edhe para Islamit. Në Islam veç është shtu butësia dhe bukuria, hjeshia asaj butësia. Përkundër Omerit, që para Islamit e koni rept, mas Islamit, aq është bo i kujdesshëm. Normal Omeri ka pas do fjale, do situata kur o kon, por ajo ashpërsia e gjahiljetit ka ndryshu të Omeri sa që Omeri, kur o plak i ka pas 2 shaja në sytë e poshtë qështu, si vija. Normal likura o kon pak ma ngjyrë ma ndryshe. Ma ndryshe ngjyrë. Pse? Gjithë ka kajt. Omeri. Gjithë ka kajt. O tut, prej Allahut azza xal. Sa ka thonë me batja në Irak, një devës me u thuj kama, më lyp llogarin ditë kiametit kryetarit muslimanëve, pse si ka so kujdes për udhën, se ka shtru udhën. Se ka hikat gurin që ka pengu kafshëve atje. Ka qajt. E ka zbut. Islami njerën edhe më të reptin e shëshit, e kalit, e gdhend. Ama si djemtagjës që në konë paka shumë pi bjenë më konë djemtagjës, dhe më thonë, kuj ka pas natyren e but prej fillimit, por i vendosën situatë Omeri natyren e rept, i zbutën, i qetësu mas Islamit. Me kaq të dashur vëllezër, i përfundojmë këtë 10-shen, top 10-shen e të përgëzuarve me xhenet. Padyshim se gjithë secili ka veçoritë e veta, prej kretëve mundemi me përfitu, edhe mrena këtyne 10-ve ka të rept, ma të rept, ka ma të but, ka milionera, ka ma të varfër, por në përgjithësi bindja, jekini, vendosmëria dhe sakrifica krete kanë pas, me sakrifiku. Prandaj pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe shteti islam që është bon superfuqi mrena një gjenerate, 20-30 vjetë, nuk është bo katë, nuk ka qenë Khalid ibn Walidi i vetëmi, dhe më thonë njeri, vetëm që e ka shliru, kemi përmenë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka përmbush misionin, nuk u koni vetëm, i ka pas shtabura mas vetës, që ka sakrifiku edhe s'ka ndash mu përmenë. Prandaj prej secillit keni çka me marë, prej secillit keni çka mu inspiru, edhe lusë Allah në gjellë që nga bëj për atyre që i përsëritim edhe mësojmë për këtyne, po ashtu ju këshilloj që edhe evlatëve t'juj mja ulëshu, nuk është detyrimisht videot e mia, por videot e cilat flasin për 10 të përgëzuarit me xhenet. Nga se ndodhë që në një kampionat botëror të futbollit, njeri një top 10 që në lojtarëve më të mirë që kanë dhënë golla më shumë, në çdo 4 vjet që përsëritet ajo, në 4 vjet anë 5 vjet. Kampionatet botëror 4. Nuk e dim për shembull 10 përgëzumet me xhenet. Top 10 që në kuj, e njerëzve më të mirë që kanë njoftë dunjaja mas pejgamberëve. Evlia s'ka më të madh se sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse ka qenë Dhul Qarnaini evlia i përmendur në Kur'an, Luqman Hakimi, ai tjetri, Uzairi. Nëse janë kanë evlia, na themi sahabët, janë kanë më evlia se çata. A nëse janë kanë pejgamber, mesele tjetër. Andaj ti mësojmë fëmijët tanë kush janë kanë burrat e vërtet. E jo dhe më thonë me ingop me historitë rame. Allah na falt, Allah na përmirësoft, Allah na uzoft. Amin, amin, amin.